kryeministri është i eksploduar. Unë ka një 6 muaj që them që Ministri i Mbrojtjes ka riorientuar marrëdhëniet strategjike ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes. Ka një 6 muaj që them. Duke e kaluar nga Amerikë, Turqi, drejt Francë, Itali, Izrael. Po çfarë ndodh? Pse është bërë ky riorientim, se që të bësh një riorientim të marrëdhënieve ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes, duhet të kesh një argument. Fundit ne kemi 30 vjet që marrëdhëniet në Ministrinë e Mbrojtjes po në letër më duket çiksi më e sigurt Amerikë, Turqi se sa Francë, Itali. Natyrisht, ka dhe një arsye, ka dhe një arsye. Më duken çik më të fortë, them unë. Ka dhe një arsye tjetër. E para janë partnerët tanë strategjik nga pikpamja e sigurisë. E dyta, kur ne kemi qenë në hall, ne dim kush na ka ndihmuar mbas 97-s. Ndoshta vëngu atëre ka qenë në 8 vjeçare, po unë kam qenë në punë dhe unë e di kush na ka ndihmuar. Amerika na ka dhuruar 10 motovedeta falas, nga cila 5 të reja. Po them Shtetet Bashkuara. Një pjesë, mbi 90% e oficerëve dhe studentëve të diplomuar në Ministrinë e Mbrojtjes janë në Amerikë dhe në Turqi. Pra, kur ne kemi pasur hall, kur kemi qenë në hall, këta janë ata që na kanë ndihmuar në fushën e mbrojtjes. Sot që kemi ca lek, jemi një partner tjetër. Pra, kjo nuk është mirënjohje. Në fundit, nuk është problemi se ata janë partnerët tanë të qëndrueshëm strategjik, duke filluar nga viti 91. Dhe si e tillë, ne duhet të vazhdojmë. Mirë, po ndryshimi i këtyre raporteve. Si edhe pasojat tjera përveç legëve. Si edhe pasoja, pse? Sepse nxjerrë jashtë lojë në mënyrë të jashtëligjshme kompaninë Lockheed Martin. Që kompania Lockheed Martin me një kontratë të qeverisë shqiptare nga viti 2006 deri në 2010 ka ndërtuar sistemin e vëzhgimit të hapësirës detare. Kontratën e fundit me Lockheed Martin e kanë bërë unë dhe e kanë firmosur unë, ka qenë 2020. Nëse keni edhe personale këtu tani me këtë. Jo, nuk është personale kjo, se unë nuk firmosa kontratë shtëpie. Firmosa një kontratë e cila ishte e autorizuar. Nuk e firmosa dhe çfarë bën? Ministri i Mbrojtjes ka 4 vjet, 5 vjet që nuk e thret më. Ka lidhur, ka ndërtuar një radar të palëvizshëm në Mjed me kontratë të qeverisë shqiptare. Këtë nuk e kanë firmosur unë që mos ta quash personale. Është vënë në punë radari, pas 3 muaj doli jashtë pune, nuk e kanë thirrur akoma. Dhe më e keqja është që 2 radar televizshëm, të cilët duhet të ndërfaqësohen me këtë radar, Ministri Vëngu ka lidhur kontratë me një kompani franceze. Që s'ka lidhje programi. S'ka lidhje e këto. Pra, ne kemi Apple, këta bëjnë kontratë me Samsungun. Po marrim Damen Shipyard. Po, që e përmendëm në intervistën tonë të fundit. Që është në Pashaliman, në uzinë. Shiko, Damen Shipyard filloi të zbatoj kontratën. Në vitin 2020 është propozuar për të ardhur, jo vetëm për riparimin e anijeve tona, që 85% janë prodhim Damen, 85% e kapitalit janë prodhim Damen, por në 2020 është propozuar dhe për ndërtimin e anijeve të reja në Pashaliman. Pra, dhe u bë propozimi, u miratua në bordin e modernizimit, që është një nga praktikat që ka Ministri i Mbrojtjes, jo vetëm kërkesa teknike të forcës detare, po dhe projekti teknik. Në kohën e Ministrit Peleshi filloi të zbatohej ky projekt, erdhën ata bën vlerësimin e të gjitha anijeve për të parë se si mund të riparoheshin dhe të ktheheshin në gjendje, se kishin 10 vjet pa riparim, se kishim nxjerrë jashtë nga 2014, dhe në fund